Specialistët e Zagrebit është seriali i ri kriminalistik televiziv kroat, premiera e të cilit është planifikuar për 7 shtator 2026 në RTL Kroaci dhe në platformën Vojo. Seriali bazohet në serialin e njohur gjerman Soko Leipzig dhe ndjek hetimet emocionuese dhe të tensionuara të një ekipi policor të Zagrebit. Te ky projekt, çuditërisht, produksioni i cili realizon serialin më kontaktoi mua dhe normalisht më dërgoi një skenë në të cilën duhet të interpretoj me self-tape, i thonë ato, incizimit të personazhit, dhe unë e realizova dhe e dërgova. Mirë po, pastaj nuk më dërgua një skenë tjetër me një personazh tjetër dhe më thanë që ta realizoj. E realizova edhe atë dhe e fitova këtë rolin e dytë të cilin e realizova self-tapin. Dhe në këtë mënyrë, normalisht, pastaj vazhduan ato bisedimet të tjera rreth angazhimit tim atje. Dhe në këtë mënyrë, pastaj kur e pyeta drejtorin e castingut të produksionit, ata thanë që të kemi has në rrjetet sociale. Në këtë serial marrin pjesë dhe aktorët Elmir Sejfullahu, Visar Vishka dhe Dugagjin Podrimaj, duke u bërë pjesë e një prej projekteve të reja televizive që pritet të tërheqë vëmendjen e publikut në rajon. Skenari është i fokusuar në 4 inspektor policie, të cilët zgjedhin raste në Kroaci, dhe sa e shoh unë, seriali është tematik. Çdo epizod do ketë temën e vet. Dhe pastaj nuk vazhdojnë personazhet dytësor, që jemi ne, unë domethënë luaj një rol më të vogël, Visar Vishka e ka rolin kryesor, antagonist, dhe Dugagjin Podrimja njëjtë ka një rol të rëndësishëm në këtë serial. Pjesëmarrja e Elmir Sejfullahut në këtë produksion përbën një moment të rëndësishëm për skenën artistike nga Tetova dhe një mundësi të re për prezantimin e aktorëve shqiptar në produksione televizive jashtë vendit. Me plot përgjithësi e them që jo vetëm aktorët nga Tetova, por edhe aktorët përgjithësi shqiptar janë shumë kualitativ dhe kjo mënyra jonë e aktrimit, e cila mbështetet tek Stanislavski si shkollë, të cilën ne kemi ne edhe në Prishtinë edhe në Maqedoni, po edhe në Tiranë, është shumë e pëlqyeshme për produksionet e huaja. Po çfarë është normalisht si edhe në Amerikë, Hollywoodi, i cili angazhon aktor të jashtëm dhe zakonisht ata janë antagonist, edhe neve si aktor, normalisht kur luajmë në produksionet e huaja, zakonisht luajmë role antagonistës, të cilët ata ndoshta edhe nuk mund t'i gjejnë brenda vetvetes. Specialisti Zagreb është seriali i parë kriminalistik i prodhuar nga RTL Kroaci në bashkëprodhim me Gal Media. Ngjarja zhvillohet në Zagrebin bashkohor dhe ndjek një ekip inspektorësh policor, ndërsa ndërthurur hetimet kriminalistike, aksionin, humorin dhe historitë personale të personazheve. Seriali do të nisë transmetimin më 7 shtator 2026, çdo të hënë në orarin kryesor të RTL, ndërsa do të jetë i disponueshëm edhe në platformën Vojo.